Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirë mbrëma miq, mirë se keni ardhur në emision. Jemi në Vitality Vibes në valët e Top Albania Radios, por nuk duhet të harroni që ky është një emision I cili kushtohet shëndetit dhe për herë të parë sot jemi dhe në transmetim live në kanalin 10 në digital, kështu që për gjithë ju që mund ta shikoni emisionin I cili I kushtohet shëndetit, mund ta ndiqni atë dhe live në digital. Me mua sot në studio Valbona Paljuka, e cila është eksperte sigurisë ushqimore. Vala ka ardhur për të na folur për sa I përket menaxhimit të ushqimit, ku duhet të ham, si duhet të ham, fast foodet, street foodet, po edhe gjatë udhëtimeve pse jo, dhe çfarë duhet që ne të kemi parasysh për sa I përket ruajtjes, përgatitjes, por edhe të menaxhimit të mbetjeve. Dhe patjetër nuk I drejtohemi vetëm moshave të caktuara, por edhe fëmijëve, për ti thënë konsumatorëve se si duhet të parandalojnë rreziqet, ti menaxhojnë ato dhe çfarë rreziku apo le të themi çfarë I shkaktohet trupit ton nga keq përdorimi apo nga mos ruajtja shumë e mirë e këtyre ushqimeve, po pse jo, edhe kur ato I shtohen pesticidet apo kur I shtohen elemente të tjerë, të cilët bëhen gjithmonë edhe më të rrezikshëm. Valbona, shkurt Vala, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur në Vitality Vibes. Mirë mbrëma, shumë faleminderit për sensibilitetin ndaj një çështje që çdo njeri të paktën 5 herë në ditë konsumon ushqim. 5 herë në ditë? Të paktën. Dhe vëmendja ndaj sigurisë ushqimore është e rritur. Është e rritur shumë dhe e adresuar nuk di se sa drejt ndaj institucioneve, ndaj kalimit të fajit, të gabimit, të detyrimeve, të përgjegjësive tek institucionet, tek të tjerët. Po për hir të vërtetës unë do të shfrytëzoj rastin të jem sot eksperte sigurisë ushqimore me ty Ilvi, por konsumatore, që do të thotë siguria ushqimore ka 3 shtylla kryesore. Ka operatorin e biznesit ushqimor, ka institucionet, po ka dhe konsumatorin, I cili për shumë gjëra është përgjegjës vet. Natyrisht, pa I hequr asnjë vlerë detyrimeve të dy aktorëve të tjerë. Pse? Sëmundjet me origjinë ushqimin janë sëmundje të cilët kanë një përhapje që ne shpesh e neglizhojmë. Në të gjithë botën ka shifra të cilët janë shifra që të alarmante të alarmojnë. Rreth 100, më shumë se 100 milion vet në botë, njerëz në botë sëmuren nga sëmundje që kanë origjinë ushqimin, të cilët kanë kontaminime nga baktere, nga viruse dhe këto bëhen deri, shkaktar të vdekjeve. Unë do t'jap vetëm 2 shifra të vogla, çfarë ndodh me Mesdheun, çfarë ndodh me Europën, dhe kjo na tregon sa siguria ushqimore për Mesdheun dhe për Europën ka ndryshim. Domethënë në Mesdhe janë rreth në Evropë janë rreth 23 milion vet sëmuren çdo vit nga ushqimi. Nga sëmundjet me origjinë ushqimin, nga të cilët rreth 5000 vet vdesin. Dhe kjo është një shifër e cila na jep ne panoramën që nuk është vetëm Shqipëria problem me ushqimet dhe me sëmundjet që origjinojnë nga ushqimet. Është një çështje e cila botërisht në Evropë dhe gjithkund ka një vëmendje dhe ka një peshë të madhe. Dhe pse? Ne bashkë me ushqimin, për disa pakujdesi, pa njohuri, marrim edhe sëmundjet. Është shumë e drejtë çfarë ju thatë për pesticidet, për antibiotikët në kafsh, për mbetje të shumta që ndodhin në produkte qoftë me origjinë shtazore, qoftë me origjinë bimore. Por këto janë ato të cilët ne I dëgjojmë, I marrim informacion, fatkeqësisht shpesh informacion të tepruar, që e bën konsumatorin konfuz, po jo vetëm, por që bën një dëmtim të madh në ekonominë shqiptare. Ne jemi konsumator, ne jemi njerëz të cilët
në një mënyrë apo tjetër jemi të lidhur dhe me ekonominë shqiptare. Patjetër. Dhe një alarm i pa bazuar bën që të dëmtoj fermerët shqiptar, të dëmtoj bujqësinë shqiptare. Ilvi në mënyrë permanente konsumoj fruta, perime, mish të blerë dhe të prodhuar në Shqipëri. Nuk jam absolutisht ajo konsumatore e cila friksohem nga të gjithë lajmet të cilat dalin. Jo, mirë, do dalim pastaj te disa detaje të besoj të çfarë duhet konsumojmë edhe sa të sigurt jemi ne dhe çfarë dëmesh mund ta sjellë konsumimi i disa produkteve patjetër në vendin tonë, por shpesh herë ne dëgjojmë për disa hapa kyç dhe me sa përmend Organizata Botërore e Shëndetësisë janë 5 hapa kyç që konsumatorët duhet i dinë për sa i përket sigurisë ushqimore. Shumë e vërtet. 5 hapat kyç nuk janë aktivizuar mbas pandemisë dhe në pandemi. Por pandemia solli 5 gjëra shumë të rëndësishme, të cilët për kohësh Organizata Botërore e Shëndetësisë i ka pasur si kyçe, të cilët nuk kanë lidhje më me këtë që thash institucionin, me operatorin e biznesit, ka lidhje me ne si konsumator. E para e punës, ne duhet të kemi pastërti, të kemi duar të pastra. Pra kjo është një nga elementët kyç. Një nga hapët. Hapi tjetër i dytë është të ndahet ushqimi i gatuar nga ushqimi i pagatuar. Do të them më vonë se ç'është kjo. Kjo ndodh një kontaminim i cili çon te të gjitha këto smundjet me origjinë ushqimin. Gatimi i ushqimit në mënyrë të saktë, do të thotë, gatimi ka një temperaturë minimale dhe ka një kohë minimale në të cilën kemi një ushqim të sigurt që nuk na shkakton ne sëmundje që origjinojnë nga ushqimet. Dhe ne shpesh këtë gjë nuk e dim. Ne flasim për salmonelën, por ne nuk flasim që ne vetë e kemi në dorë se si salmonelën ta evitojmë duke bërë një gatim të mirë. Ruajtja e ushqimit. Unë besoj shumë pak njerëzit e din se ç'do të thotë të ruash ushqimin, ta gatuash dhe për sa kohë ti dua ta ruash për ta ngrënë ose për ta futur në frigorifer, ka kohë optimale të lejuar, të vërtetuar shkencërisht që nuk ka më zhvillim të bakterjeve. Njëkohësisht, uji dhe lëndët e para janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Unë besoj që edhe nga mediat e huaj apo edhe nga mediat shqiptare, gjithë të kohë ka qenë lajmi salmonelës në tomatino, e cila është një lloj domate italiane, por shumë shtete të Bashkimit Evropian e kanë evidentuar dhe është bërë një problem i madh. Pse? Është lëndë e parë. Është një lëndë e parë e cila nuk gatuhet. Dhe ti e han të freskët dhe ti automatikisht ke marr një rrezik për shëndetin. Uji është shumë i rëndësishëm. Ne themi, unë përdor ujin e çesmës. Përgjegjësia jote çfarë bën ti individualisht, por uji është një nga treguesit që ka një ushqim të shëndetshëm atë. Këto janë 5 çelësat e sigurisë ushqimore për të cilën çdo konsumator duhet i ketë parasysh. Mirë Vala, duhet largohemi për pak publicitet, do rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në emision me mua Ilvin edhe Valën, e cila është eksperte e sigurisë ushqimore, por nuk duhet të harroni që Intermedica vazhdon akoma me ofertën e tetorit të roz për të na kujtuar që sa çmuar është jeta dhe sa i rëndësishëm është kujdesi për shëndetin e gjirit. Deri me datën 8 nëntor, Intermedica gjatë gjithë muajit tetor, po dhe këtij muaji deri me datën 8 ju vendos në dispozicion teknologjinë më moderne dhe profesionalizmin e mjekëve për detektimin e hershëm të kancerit të gjirit, me paketa të dedikuara dhe ekzaminime të teknologjisë së avancuar si ekografia me elastografi dhe mamografia me tomosintezë. Bëj një hap të vogël sot drejt parandalimit, rezervo tani konsultën tënde në një nga qendrat e laboratorit Intermedica, por pa harruar që Intermedica është edhe me një ofertë tjetër për sa i përket gjatë gjithë muajit nëntor ekoaparatit urinar dhe PSH për 3500 lek. Intermedica Life Needs Care.
Kështu që mos harroni, vazhdoni të ekzaminoheni. Unë e them gjithmonë edhe me të ftuarit që kanceri i gjirit nuk është vetëm në muajin tetor, po është gjatë gjithë vitit. Kështu që sa më shpejt të ekzaminoheni, sa më mirë të ekzaminoheni, aq më shumë mund të parandaloni dhe pse jo të shpëtoni, sepse kanceri i gjirit është i kurueshëm dhe i shpëtueshëm. Për të rikthyer me Valen, e cila është eksperte e sigurisë ushqimore, teksa Vala përmendi miliona humbje jete në rang global, por unë dua të ndalem pak specifikisht tek cilat ushqime shtazore ne gjejmë këto mikrobet, këto baktere, këto viruse. Domethënë ju përmendët salmonelën, po jam shumë i sigurt që ka edhe forma të tjera intoksikimi apo mikrobesh të cilat i bëjnë dëm shëndetit ton nga ato ushqimet që ne konsumojmë. Rreziqet me origjinë ushqimin janë si fizike dhe kimike dhe biologjike. Ashtu sikurse bëhemi shumë të kujdesshëm për të pastruar një sipërfaqe me kimikate të ndryshme dhe mbi këtë sipërfaqe kemi vënë një ushqim, kemi automatikisht një kontaminim kimik. Në momentin që ne gatuajmë me bizhu, jo vetëm për familjet, unë flas edhe për restorantet, unë flas edhe për kantinat, ku fëmijët, ku spitalet, ka raste dhe ka pasur të evidentuara që është rreziku fizik, që mundet që ti e konsumosh me bizhu. Gatuajmë, asnjëherë nuk duhet të gatuhet me bizhu. Ato 5 pikat kyçe që duhet lajm duart apo jo, në një moment të caktuar, një perl e një unase të shkëputet, ka hyrë në ushqim dhe fëmijës i zen rrugën e frymarrjes. Dhe ky quhet rreziku fizik. Okay. Për industrinë ushqimore, të gjitha dritat lart në një fabrik duhet të jenë të mbuluara me shtresa speciale që dhe në qoftë se një llamp thyet, ciflat të mos bien në ushqimin që po gatuhet në linjën e prodhimit. Domethënë ky është rreziku fizik. Por ai që është më i rëndësishmi është rreziku biologjik, që sjell infeksionet biologjike. Salmonela. Këtu duhet të dile, domethënë cilët patogjen dominojnë, pra kush janë ato mikrobe që ne duhet të shqetësohemi dhe çfarë na shkaktojnë ato në shëndet. Kemi dhe bakteret, kemi dhe viruset. Ndër bakteret kemi salmonelën, kemi helikobakterin, mos harrojmë. Në rang europian, helikobakteri është problemi kryesor i infeksioneve biologjike. Që ne kemi të gjithë helikobakter. Helikobakter është zhul. Është fare thjesht. Listeria është zhul. Nuk mundesh dot me thonjë të gjatë ku depozitohen të gjitha këto baktere dhe listeria, këto janë higjiena. Prandaj hapi i parë është higjiena. Kemi Escherichia coli, të cilët ne shumë shpesh dëgjojmë për këto fenomene. Natyrisht, në qoftë se këto gjenden në produkte shtazore dhe produktet shtazore përpunohen në një temperaturë caktuar, dua gjithkusht të fiksoj në mendje. Trajtimi termik mbi 60-66 gradë për minimalisht 12 minuta na siguron që infeksionet biologjike eliminohen. Por çfarë i bëjmë sallatës? Çfarë i bëjmë tomateve? Në qoftë se domatet, sallata lahen me ujë i cila ka koli, këtë ne nuk mund ta trajtojmë termikisht. Prandaj infeksionet biologjike janë shumë të rëndësishme, shpesh dëgjojmë natyrisht alarmi për salmonelën, prandaj unë e ndaj në 2 pjesë. Alarmi për salmonelën është për institucionet, natyrisht nuk duhet të lejohen, duhet kontrollohen gjitha këto gjërat. Por ama ne në familje, restorantet, kantinat, të gjitha ata që ofrojnë ushqim për konsumatorin, mund ta evitojnë me trajtimin termik të duhur. Temperaturë 66 gradë. Mbi 12 minuta, pse? Na pëlqen ai bifteku. Na pëlqen ajo pula në grill, por i ka hyrë temperatura në brendësi, ka ndenjur të paktën 12 minuta në atë temperaturë, domethënë do ta marrim riskun vetë përsipër. Ne kemi qef sushi, shumë mirë, por sushi nuk na eviton infeksionin biologjik.
për fakt se është një produkt Ti shërbeti ftohtë. shërbet pa trajtim termik. Prandaj them, infeksionet biologjike janë jashtëzakonisht të rëndësishme, por ato evitohen sidomos në produktet me origjinë shtazore. Dhe ne kemi në dorë vetë për të njohur disa rregulla dhe për të mos bërë kontaminimin. Kemi kontaminim të kryqëzuar dhe kemi dhe kontakt të kryqëzuar. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Ç'do thotë? Kontaminimi kryqëzuar do të thotë që ushqimin me origjinë shtazore dhe ushqimin me origjinë bimore, po e marr më konkretisht pulën dhe pataten, i kam trajtuar në të njëjtën rast, i kam prerë. Jo, nuk lejohet. Po, duhet të ndahet në mënyrë absolute. Po nuk mendoj Vale që çdo njeri është kaq rigoroz për të ndarë në një dras edhe sallatën dhe Jo, dasa bëhet sallata, pastaj bëhet pula. Në qoftë se ti nuk don kontaminimin e kryqëzuar, për faktin se të gjitha ato infeksione që i ka salmonelën që e ka pula, ti e ke kalu te sallata. Okej, pulën e zjeve, sallatës çfarë i bën? Thika, jo me të njëjtën thik, duhet lart thika. Ka kontaminim ushqim, ka kontaminim njeri ushqim me të njëjta duar, pa i lar, dhe ka kontaminim objekt ushqim, që janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Dhe në fakt të gjitha, domethënë, po të pyesni, Helikobakteri është një ndër ato infeksionet që pothuajse 80% e popullsisë se ka, dhe edhe në një herë kur kurohet, duket sikur Helikobakteri nuk shkulet kur nga trupi, por me sa duket ne marrim. Ne ushqejm gjithmonë. Ne me pak kujdesi e ushqejm. Dhe dua të ngrej pak edhe çfarë është kontakti kryqëzuar. Është një gjë me kontaminimin e kryqëzuar sëmuremi. Me kontaktin e kryqëzuar mund të vdesim. Çfarë do të thotë? Po. Do të thonë alergentët. Ne si konsumator jemi pak të ndjeshëm, pak të sensibilizuar për alergentët. Janë një seri e madhe alergentës mbi 100, po që 10 janë në të përditshmën tonë, të cilët në qoftë se ne i prekim me ushqimin që gatuajmë për një njeri që nuk ka alergji, atëherë nga kjo alergji ti mund të mbarosh. Karkaleci, krustancet, janë një nga ushqimet të cilët ka organizma që i jep alergji deri në vdekje. Flasim për karkalecin krudo apo të gatuar? Të gatuar, s'ka lidhje për karkalecin si karkalec, veza, gluteni. Ti mund të bësh e di që un kam alergji nga qumshti, nga djathi, por ti kur përgatit sanduiçin tim, ke pasur këtu djathin. Mjafton. Për atë person i cili ka alergji dhe është i identifikuar me alergji, tashmë menut në për restorante. Po t'jemi të vëmendshëm edhe në McDonald's kur shkojmë, edhe në fast foodet që shkojmë, nuk di sa është futur tek ne, nuk besoj se është futur, por e ke në fund të shënuar, ka gluten, ka vezë, ka soj, ka mustarda është alergjike. Të cilët mund të jenë alergjik. Po, dhe kjo vjen pa dashje në gatim nga kontakti kryqëzuar. Vala, cilat mosha janë më të rrezikuara? Pra, supozojmë që ne jemi në kontakt me salmonelën, me këto alergentët e tjerë që ju përmendët, novovirusin apo helikobakterin, preken njësoj edhe fëmijët, edhe të rriturit dhe të moshuarit, i njëjti risk është? Risku më i madh themi gjithmonë është te fëmijët dhe te mosha e tretë, dhe te ata të cilët kanë sëmundje. Që kanë sëmundje bashkëqoruse. E kanë organizmin më të dobët, e kanë imunitetin më të dobët. Pse? Në qoftë se shohim të gjitha shenjat që jep si Helikobakteri, Listeria, Salmonella, Escherichia coli, çfarë janë? Diare, të vjella, temperaturë, konvulsione. Të gjitha këto janë që për një person që e ka organizmin me një imunitet më të ulët, ta rëndoj atë. Një smundje që e ka, ta rëndoj atë. Por ajo që unë dua të theksoj shumë, sepse fëmijët i kemi gjatë tashmë në çerdhe, në kopësh, në shkolla, në kantina. Duhet jashtëzakonisht vëmendje pikërisht në këto pjesë, spitalet. Duhet jashtëzakonisht vëmendje për të parë që ai produkt që neve u ofrojmë, produkti fundit, produkti gatshëm, të kemi mundësi e kemi vetë në dorë, nuk është kosto, është vëmendje, është kulturë, është edukat, që duhet filloj që në kurrikulat e fëmijëve. Vala,
Ju falenderoj për përgjigjen. DJ Kedos më thotë që duhet të shkojmë sërish në publicitet. Mos e humb fillin, do rikthehemi pas pak. Mos harroni që ky emision mundësohet nga Brianza Dent, pasi kur bëhet fjalë për buzëqeshjen tuaj nuk ka vend për kompromis në qendër të Tiranës. Ju mirëpret. Brianza Dent e drejtuar nga profesor doktor Luan Mavriqi me 25 vite eksperiencë në stomatologji dhe implantologji në avancuar. Një staf profesionist, teknologjitë më moderne ju garantojnë trajtime të sigurta, estetike dhe afatgjata. Me Brianza Dent, transformimi i buzëqeshjes është i menjëhershëm dhe dhëmbët e rinj mund t'i keni brenda ditës. Brianza Dent, një buzëqeshje me një touch, por pa harruar miq që për herë të parë në Shqipëri, Brianza Dent është tashmë një spital ditor me staf profesionist që përmenda mjek, infermier, reanimator, të gjithë të përkushtuar në kirurgjin orale. Është i vetmi spital ditor në Shqipëri dhe mos harroni që për buzëqeshjen tuaj ka vetëm një emër që është Brianza Dent. Por në studio kam Valen, ekspert të sigurisë ushqimore. Mos nguroni ta ktheni radion, televizionin digital në kanalin 10 për të ndjekur Vitality Vibes, sepse këtu gjeni informacionet e duhura mbi shëndetin. Vala, ushqimet të cilat janë më të dëmshme për shëndetin, sipas një eksperte të sigurisë ushqimore, ato që kemi gjatë ditës, ato që konsumojmë më tepër, ato që na pëlqejnë më tepër, do të thënë cilat ju mendoni ose në ato studimet tuaja ju mendoni që janë të dëmshme për shëndetin? Këto janë ushqimet potencialisht të rrezikshme. Në fillim më bëre pyetjen mishi, pesticidet, okay. Antibiotikët, se çfarë dëgjojmë në fakt. Do të themi kemi mish me antibiotik, kemi është e vërtet, me antibiotik trajtohen fruta me pesticide. Me antibiotik trajtohen kafshët në gjithë botën. Shikojmë dhe në eksport, do të thonë që na frenojnë ushqimet vendet e Bashkimit Evropian sepse dalin me nivele të larta të produkteve ose le të themi përbërësve kontaminues, kështu që Ilvi është e vërtet, vetëm se unë si natyrë gotën e shoh gjys plot. Jo, pa panik. Që do të thotë, sistemi rapid alert i Bashkimit Evropian ka lindur jo për ne, ka lindur për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që për produkte të cilët konstatohen me vlera mbi norma të futen në sistem dhe të raportohen. Aty raportohet dhe Shqipëria. Dhe natyrisht kur them që ka salmonel në Europë, kur them që ka smundje në Europë, kur them që ka raste me mbetje pesticidesh në Europë, me ngjyrus, natyrisht ka në Shqipëri. Por në raportin me sasinë e eksporteve nuk është ky trendi. Për të qenë të drejtë dhe për të bërë që konsumatori mos ngurrojë dhe të shkojë gjithmonë, le të shkojë edhe drejt produkteve të importit, po duhet dim një gjë, na dolën produktet e importit, na doli rrushi, na dolën pjeshkët me ngarkesë të ardhura në Shqipëri, që do të thotë nuk është fenomen vetëm shqipërie. Është një fenomen më global, le të them. Tani, përveç produkteve me origjinë shtazore dhe atyre bimore, shumë të rrezikshëm dhe gjithnjë drejtohem konsumatorit, i drejtohem atyre që ofrojnë produkt të gatshëm, janë produktet me bazë amidoni. Që do të thotë, nuk e di Ilvi nëse ke dëgjuar që ai pilafi që ne kemi shumë qef dhe themi, po e le jashtë frigoriferit. Pilaf është më ujë, gjalp, oriz. Është një ndër ushqimet me rrezikshmëri të lartë. Pureja, që ka amidon. Dhe në frigorifer nuk ruhen gjatë, jo më jashtë frigoriferit. Në një pilaf nëse duhet ta konsumojmë 2-3 ditë apo jo. Jo. Unë kisha një trajnim në Gjirokastër. Gjirokastra prodhon qifqin. Qifqia është një janë kështu si topa, si qofte, që kanë bazë orizin. Dhe nuk mund të imagjinosh se çfarë interesi kishin të gjithë ato gra që ishin pjesë e trajnimit dhe më thanë, na ke mësuar diçka që ne kurrë nuk e kishim ditë. Kemi zier oriz me shumicë për të bërë qifqi gjithë javën. Jo, është pse? Ne jemi të prirur në qoftë se ndodh një helmim ushqimor, nuk shkojmë te orizi, te pilafi, shkojmë te mishi, gjejmë gjithë variantet e mundshme për të shkuar aty ku ne jemi fiksuar që ka rrezik si ushqim. Në fakt orizi, pilafi është një nga ato burime. Pureja,
makaronat, ruajtja dhe ajo që dua të theksoj shumë është higjiena e frigoriferit. 1 dhe sistemimi i ushqimeve në frigorifer. Çfarë do të thotë sistemim? Që do të thotë, në qoftë se ne kemi një produkt të pagatuar, sot unë kam bler peshk, do ta gatuaj nesër. Duhet vënë detyrimisht në shkallën më të ulët, në katin më të ulët të frigoriferit. Pse? Të mos kontaminoj ushqimet që janë poshtë me një rrjedhje, me një mundësi kontakti. Ne zakonisht e vëm lart, rrin çik më freskët. Por duke e vënë lart, e ke rritur riskun e kontaminimit ushqimor. Dhe këto janë gjëra të cilët gjithmonë shkaktojnë dhe gjithmonë ne nuk gjejmë origjinën. Vezët. Do thuash, ne kur e blem frigoriferin, vezët e kanë vendin aty lart, se aty kanë ato aletin e vet. Jo. Pse? Dera është më e rraura nga ulja e temperaturës, nga ngritja do të thotë. Do me thënë që vezët nuk e kanë vendin aty. Vezët e kanë diku në mesin, vezët, gjalpi, djathi dhe gjellët e gatuara, të cilët i kemi lënë për t'i ruajtur, në katin e fundit, të mos kenë asnjë mundësi të kenë kontakt me asnjë produkt të pagatuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme. E njerëz sistemoni frigoriferin. Po, ju betohem në trajnimet që kam patur këtë vit, kur kanë ardhur në ditën e dytë të trajnimit, më kanë thënë, çfarë na bëre? Ne shkundëm frigoriferin. Tjetra, lexon hap një shishe me salcë dhe ti duhet lexosh sa ditë do ta lësh ti në frigorifer. Po kishte zën pak myk sipër e hoqja mykun. Jo. Myku nuk është çashë syri. Myku është për teja asaj që është syri. Kështu që frigoriferi, ruajtja në frigorifer është jashtëzakonisht e rëndësishme si për produktet e freskëta, si për ato me origjinë shtazore të pagatuara, si për ato të gatuara. Ju përmendët helmimin nga orizi, nga pureja, pra që kanë amidon e tjerë, por a ka një temperaturë të caktuar që këto produkte apo dhe produkte të tjera ne mund t'i ruajmë pa na bërë dëm dhe mund t'i ruajmë në një kohë të gjatë në frigorifer. Pra qoftë edhe orizin që ju përmendët, ka një mënyrë që ne mos të helmohemi nga orizin për mënyrën se si e ruajmë atë? Orizi është produkt që vetë e krijon amidoni. Që do thotë amidoni është ushqys i baktereve. Dhe domethënë në përgjithësi frigoriferit janë 5 gradë. Ato produkte të cilët janë me ngrirje të thellë janë në minus 18 gradë. Ti s'ke çaj bën pjesës frigoriferit 5 gradësh ai, çfarë do ta bësh? Ja 4. Por ajo që është shumë e rëndësishme është kur unë fus një produkt të gatuar në frigorifer, unë duhet të kem parasysh sa e kam ftohur këtë produkt për ta futur në 5 gradëshin e frigoriferit. Pra duhet bëj një ftoje graduale, më ç'kuptoj. Duhet bëhet ftoje graduale, por e shpejt. Që do të thotë, jo ta gatuj tani, ta lej jashtë në balkon natën që të ftofet dhe të nesmen ta fut frigorifer. Dhe sa është orë, sa është koha që një ushqim i gatuar duhet futet në frigorifer. Pra pas sa kohë qëndrimi jashtë ne duhet ta fusim në frigorifer që mos bëhet intoksikues. Tani tham, për të evituar infeksionet biologjike, minimumi i gatimit është 66 gradë dhe minimumi i kohës në gatim 66 gradë është 12 minuta. Shkoj 70, mund shkoj 80, minimumi. 66 pas 12 minutash në frigorifer. Jo, mas 12 minuta gatim në këtë temperaturë. Por, në qoftë se ne kemi përfunduar gatimin, për 2 orë duhet të shkojë në temperaturën 20 gradë dhe për 4 orë nga 20 gradë në 5 gradë. Gjithsej në 6 orë një produkt i gatuar duhet të futet në frigorifer. I lënë në temperaturë ambienti le të. Shpesh ka mundësi që edhe të mbushet lavapjati dhe të lehet në ujë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos në stinën e verës, të cilët kemi temperatura të larta. Dhe jashtëzakonisht e rëndësishme Ilvi për të gjithë ata që ofrojnë shërbim për konsumatorët në restorante, në dasma, në cateringe. Ti nuk mundesh dot pafundësisht ta ngrosh, ta ftosh një ushqim në mënyrë absolute, jo. Dhe nuk mund ta lësh gjatë, prandaj risku është shumë i madh dhe ne gjithmonë kërkojmë arsye mbi arsye për të gjetur një helmim. Ka procedura fikse të cilët duhet trajnohen të gjithë ato që ofrojnë shërbim për të tretët, po pse jo, edhe shkollat,
po pse jo, edhe për grupe interesi të ndryshme. Vala, sërish në publicitet, do rikthehemi pas pak. Bashkë në emision në këtë pjesë të fundit, në këto minuta të mbetura me Valën, ekspert e sigurisë ushqimore, teksa na shuajti goxha kuriozitete për mënyrën se si duhet kujdesemi mbi ushqimin, si duhet ta ruajmë, si duhet menaxhojmë temperaturat, por edhe pse jo informacione mbi alergentët, pra ato mikrobe, viruse që gjenden në ushqime shtazore edhe bimore dhe që janë të rrezikshme për konsumatorin, por unë dua të ndalem dhe tek një aspekt tjetër, i cili është etiketimi. Pra, çfarë do të thotë një etiket për konsumatorin? Preferohet të konsumohet në këtë periudhë, më e mirë përpara, ndonjëherë kemi këto dyshimet që themi shtyn dhe 6 muaj pas etiketës. Çfarë thot Vala për etiketat? Legjislacioni botror, europian edhe shqiptar i përafruar i ka të sankcionuara. Ka 2 lloj të shprehurash në etiketë për sa i përket datës së skadencës. E para është shijon më mirë përpara, ne i themi best before date, Okej. që ka lidhje me cilësinë. Do me thënë, ushqime të cilët i ulet cilësia, Nëse nuk konsumohen në po këtë ti datë. nuk të shkaktojnë sëmundje. Ka nga këto ushqime që janë biskota, kafjet, cornflakesi, të cilët janë ushqime që mund t'i përdorësh dhe pas kësaj date. Por nuk mund ta shesësh. Që do të thotë flasim me 2 gjuhë. Gjua për konsumatorin e kam në shtëpi orizin, makaronën, kafen, e përdor. Dhe natyrisht në shtëpi nuk kemi sacira gjigande, por nuk lejohesh ta shesësh. Njëkohësisht kemi dhe deri në këtë datë, që do të thotë data e dhënë është fundi. Dhe kjo ndodh për të gjitha produktet me origjinë shtazore, të cilët nuk duhet konsumuar, dhe kjo ka lidhje me sigurinë ushqimore. Këto janë 2 terma të cilët duhet të forcohen. Në botë është bërë një problem i madh mbetjet ushqimore, jo mbetjet, por hedhjet e ushqimit. Bota ka shumë njerëz të cilët nuk sigurojnë ushqimin. Europa, po dhe ne, kemi pak luksin ta hedhim. Kur bëhet fjalë për ato ushqime që themi janë të mira, shijojnë përpara kësaj date, janë të mira përpara kësaj date, to ushqime nuk duhet hidhen. Është bërë një problem i madh botror. Sapo është mbyll një Eurobarometër që bën Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore, që unë jam pikë kontakti për Shqipërinë, dhe një ndër pyetjet e sondazhit është sa ushqime hidhen. Është gjuna që ne hedhim ushqime vetëm sepse ne nuk kemi konceptin e ndarjes së këtyre 2 koncepteve datës. Më mirë qumësh i fshatarit apo qumësh me kuti? Qumësh i pasterizuar 400%. Më mirë një mish i importuar apo një mish vendi? Të dy janë shumë të mirë, në qoftë se përmbushen kriteret. Ushqimet e ngrira në frigorifer përbëjnë rrezik për konsumatorin apo janë të ruajtura? Ushqimi i ngrirë në temperaturën e duhur është i barabartë me ushqimi i freskët. Që do të thotë ngrirja në minus 35 gradë ose në minus 18 gradë në varësi të produktit dhe brenda kohës në të cilën e ka teknologjia për të realizuar, në ushqim quhet ushqim i freskët dhe jo i ngrirë. Cili është mesazhi që do t'i jepnit ju konsumatorëve shqiptar? Një ndër mesazhet kryesore, me qenë se më dole të i ngrirë, është konsumatori nuk duhet të ngrijë dhe të shkrijë 100 herë një produkt shtazor. Nëse un kam bler një pul, e marr, e shkri, marr gjysmën, e fus prap frigorifer, fileto, mish e çfarë janë peshk, ky është një nga gabimet më të mëdha. Ngrirja dhe shkrirja e para. E dyta, konsumatori duhet lexojë etiketën. Konsumatori duhet të mbrojë veten. Konsumatori është në një tango me institucionet. Institucionet nuk janë ata që i thonë konsumatorit blije produktin në 40 gradë vezën jashtë, kur e ke supermarketin pas kurizit. Ti duhet të blesh produktin përgjatë gjithë zinxhirit. Nuk ka vetëm fajtor ai që ka prodhuar, por deri te momenti i fundit që ti e ke marr dhe pastaj ti në familjen tënde ta ruash në kushtet optimale.
Valbona Paluka, të falenderoj që ishe në Vitality Vibes, ishte shumë kënaqësi të dëgjonim informacionet mbi ushqimin dhe kujdesin që duhet kemi për mënyrën se si duhet i ruajmë produktet në mënyrë që mos të muremi. Miq, ishit në Vitality Vibes, ju rikujtoj takimin ton të ardhshëm të shtunën në orën 7 me 8 të darkës. Mos harroni, kujdesuni gjithmonë për shëndetin dhe tashmë edhe live në digital. Mund të na ndiqni në kanalin numër 10. Faleminderit DJ Kedos dhe an. Ju uroj të gjithëve një fundjavë të këndshme. Miro takofshim të shtunën e ardhshme.